Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht e falenderoj Allahun azza wa jalla i cili na mundsoi që jemi bashkë sot këtë vend, e lut Allahun ashtu siç na bashkojnë këtë vend, na bashkojnë në xhennetet e tij. Merren Allahu të shkurtimisht, sot do të flas diçka rreth pozitës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka ditën e kiametit apo që e ka në ahiret. Ne dimi gjithë që në dunja pejgamberi Allahut azza wa jall është njeriu më me vlerë, më me nam, më me emër, më i përmendur dhe më i dashur i te Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall e veçoi me shumë veçori, e dalloi me shumë karakteristika kundrejt pejgamberëve të tjerë edhe kundrejt njerëzve të tjerë. Allahu azza wa jall e rriti emrin e tij ashtu siç e përmenda më rreth shkaku i gjithë atyre tipareve dhe specifikave që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E sido që gjendja e tij ditën e kiametit s'ka dyshim që gjendja e tij do të jetë më e lartë dhe më e madhe se sa në dunjë. Nuk ka mundësi që pozitën e tij ta marrë askush, qoftë melek apo qoftë ndonjë pejgamber i Allahut azza wa jall. Pozita e tij është e veçantë, vlera e tij është e lartë, nomi i tij është i madh, emri i tij është i ngritur. Dhe poshtë dhe veçoritë e tij që i ka pejgamberi Allahut azza wa jall ditën e kiametit i ka shumë më të mëdha se sa gjithë pejgamberët e tjerë apo ndonjë njeri apo melek. Edhe nuk është për çudi kur dihet se pejgamberi Allahut azza wa jall është njeriu më i dashur te Allahu azza wa jall. Njeriu që mos së tepërmi është përmend ose përmendet, dhe poshtë Allahu azza wa jall e ka rrit nomin e tij dhe te Allahu azza wa jall është shumë i madh. E cilat janë ato veçori me lenin Allahu azza wa jall? Do t'i përmendi shkurtimisht, ta kemi një pasqyrë sa do pak se çfarë veçori ka pejgamberi sa ditën e kiametit. Për shkak se si temë është temë shumë e gjerë, unë do t'i përmendi shkurtimisht veç kalimti gjitha ato. E para, prej veçorive që e dallon pejgamberi sa ditën e kiametit është se i pari është i cili do ringjallet apo do i hapet varri atij. Allahu azza wa jall këtë veçori normalisht nuk ja jep kujdo që të hapet varri dhe të ngritesh ti i pari. Kjo nuk kupton se je i madh te Allahu azza wa jall. Pejgamberi sa me gjuhën e tij i tha: "Ana awwalu man yashqu anhu al-qabr." Unë jam i pari që varri do t'i hapet atij. Normalisht ne dimi gjithë që krijesat gjithë do vdesin pasi që i fryhet çurrit. Kur herën e dytë i fryhet çurrit me qëllim që të ringjallen krijesa e parë e cila e ringjallet dhe hapet çat varri për të është pejgamberi Allahut azza wa jall. Prandaj me një ditë tjetër tha pejgamberi sallallahu fa akunu awwala man yashqu anhu al-ard. Unë do të jem i pari që atij do t'i hapet toka, do t'i çahet toka. Edhe pastaj i ringjallet çdo krijesë tjetër pas pejgamberit të Allahut azza wa jall, edhe njerëzit bëhen gati për me dhënë llogari para Zotit të tyre. Normalisht një ditë e rëndë, ndoshta në përshkrime, sado që duket e vështirë, sado që duket si përshkrim i rëndë, megjithatë përjetimi është shumë më i rëndë se sa ajo që përshkruhet. Andaj duhet me pas kujdes secili prej neve, duke përfshi vetëm këto, për shkak se a ditë jo me la yanfa'u me la benun illa men ata Allah bi qalbin selim. A ditë nuk bën dobi pasuria e as fëmia, po a ditë bën dobi vetëm se veprat e secilit atij që ka punu për atë ditë. Do thotë është një ditë e vështirë. A ditë ku hik prindi prej evladit, gruaja prej burrit, fëmia hik prej prindit të vet, shoku prej shokut, atë që e ke pas mik, që e ke pas dost në këtë dunjë, as që e njeh, as që të kujtohet, as që të intereson, madje edhe një person që më të afërm, që e ke vladin ose prindin, që e ke dash, as që të intereson për me taku ose për me pa, secili thot nefsi, veçja ime, a ditë tash bëjnë dobi vetëm se veprat që ne i punojmë. Pasi që jemi në Ramazan, le të jetë kjo përkujtim për secilin prej neve, ta shtojmë më tepër pak atë dozën e ibadetit me qëllim që sa më tepër të afrohet Allahut azza wa jall. Kjo ishte do thotë veçoria e parë. Veçoria e dytë e pejgamberit është se pejgamberi Allahut azza wa jall është zotëria i bijve të Ademit ditën e kiametit. Zotëria e bijve të Ademit nuk kupton që ai është i cili ka autoritet, i cili ka pushtet. Realisht zotëri është fjalë e madhe. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha: "Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah." Tha unë jam zotëria i bijve të Ademit ditën e kiametit dhe për këtë nuk ka mburje ose në këtë nuk ka mburje. Qëllimi se nuk ka mburje është që kjo dhunti është
dhunti prej Allahut. Jo që pejgamberi Allahu xhel mburret me dhunti. Edhe nuk ka pse të mburret me një dhunti që Allahu xhel ja ka dhënë atij. Po thjesht është dhunti që me ta bë me dije qartë, me dije se pejgamberi se çfarë lere ka te Allahu xhel. E tha pejgamberi me një ditë tjetër, tha en sayyidun nasi yawm al-qiyamah. Unë jam zotëria i njerëzve ditën e Kiametit. Zotëri llogaritet çdo person i cili njihet për mirësinë e tij, është më i miri se sa tjerë në mesin e atyre njerëzve ku jeton. Kur ka njerëzit të lashe dhe halle, strehohen të aj, në ato gjëra që mundet aj për mi ndihmu. Po ashtu, aj person përshkruat me përshkrime edhe me tipare të mira që dallot edhe veçohet karshi qerve. Gjitha këto i ka posedu pejgamberi Allahut azza wa jall. E gjitha këto e kanë bë që pejgamberi Allahut azza wa jall qetë më i miri, më i dalluari, edhe që do thot zotëria i gjithë bijve të Ademit ditën e Kiametit. El-Izz ibn Abdul Salam rahimullah thot, kjo tregon që pejgamberi Allahut azza wa jall është më i miri edhe në dunjë dhe po ashtu edhe në ahiret. Në dunjë për shkak përshkrimeve të tij dhe virtyteve që Allahu azza wa jall ja ka dhënë atij. Gjithë ato që i ka pas tipare pejgamberi Allahu azza wa jall, ja kanë tipare të veçanta. Jo çdo kush i posedon, ndoshta ndonjëri mund që ta posedojë ndonjërin prej tyre. Mi pa përshkruat me gjitha ato virtyte, do thotë që pejgamberi ka pas emër, nam edhe veçori të mëdha këtë dunjë. Kurse në ahiret shpërblimi vjen sipas tipareve, sjelljeve, edukatës që ke pas në dunjë. Prandaj edhe Allahu xhel e veçon pejgamberin ditën e Kiametit karshi qerve dhe bëhet zotëria i gjithë bijve të Ademit. A dit kush e fjala e tij që unë jam zotëria e bijve të Ademit, kjo e tregon vlerën e tij, ose pejgamberi dëshiroi që ta përcojmë një mesazh ummetit e tij për pozitën që e ka te Allahu xhel ditën e Kiametit. Kurse përcaktimi sepse ditën e Kiametit është shumë interesant si e sqarojnë dietar. Thonë se në dunjë nëse dikush pretendon që është zotëri, mund që dikush tjetër t'ia kontestojë atë realitet. Ti mundesh me thonë që jam pejgamber, po dikush del thotë jo. Tamam, mundet me dal dikush me thonë ti je mbret. Po dikush thotë jo, thotë ka mbretër edhe qerë. Ka njerëzit që kanë pushtet, dhe kanë autoritet, edhe kanë pozit. Në dunjë mundet çdo kush me ta kontestojë, mirë po në ahiret jo. Për shkak se në ahiret realisht shfaqet pushteti, shfaqet do të thotë ajo udhëheqësia, e hadithe nuk ke as armik, as nuk ke kundërshtar. Për shkak se hadithe as kujt nuk e intereson, dhe pushteti i plotit takon veç Allahut. Edhe në dunjë në ahiret, po Allahu xhel në dunjë u jep disave që me të funksionoje këtë dunjë ose që thjesht sprovë për dikan mirësie, për dikan sprovë, sidoqoftë, në ahiret nuk ka mundësi që askush t'ia kontestojë ose ta kundërshtojë. E kjo e tregon e shfaqje realisht veprën ose realisht do thotë vlerën e pejgamberit sem që e ka te Allahu xhel ditën e Kiametit, dhe ajo është zotëria i bijve të Ademit ditën e Kiametit. Veçoria e tretë që e veçon pejgamberin ditën e Kiametit është dëshmia mbi ummetet, mbi gjitha popujt që e ka ditën e Kiametit pejgamberin sem. Normalisht këtë dunjë kemi lexuar për shumë popull që Allahu xhel u ka dërguar pejgamber. Këta popull në përgjithësi kanë mohu pejgambert e vet. Dhe Allahu xhel i kanë dëshkuar me dëshkime të ënda. Ditën e Kiametit po të njëjtit njerëzit që e kanë mohu pejgambert do ta mohojnë se Allahu xhel u ka dërguar pejgamber. E prandaj pejgamberi sa vjen me një veçori të veçantë, një veçori e cila është e madhe. Ai do të dëshmojë mbi popujt ose kundër popujve se kanë pas pejgamber, dhe se Allahu xhel u ka dërguar njerëz që e kanë përcjell mesazhin e Allahu xhel deri tek ata. E dëshmia e pejgamberit sa thuhet ose kjo dëshmi është dy llojshe. Realisht është njëri lloj është ku pejgamberi sa bën pjesë me gjithë pejgamberët e tjerë. Do thotë secili pejgamber do pyetet për popullin e vet. A kanë pas mesazh, a kanë pas pejgamber, edhe secili e vërteton edhe pohon. E pejgamberi sa është mesin e tyre ku normalisht e pohon se ka ardhur ummeti i tij. Allahu xhel thotë yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alehim min anfusihim wa ji'na bika shahidan ala haula. Ta ditën e Kiametit ne do të dërgojmë prej secilit popull nga gjiri vet një të dërguar i cili dëshmon kundër tyre që kanë pas pejgamber të Allahut. E ty ne do të sjellim dëshmitar kundër këtyre. Do thotë pejgamberi është ai i cili dëshmon. Kjo është lloji po. Lloji i dytë është ajo që e shfaq realisht vlerën, pozitën, nomin e pejgamberit, ku pejgamberi Allahut azza wa xal del edhe dëshmon edhe veçohet karshi pejgamberëve të tjerë. Ky është i cili dëshmon për krejt ummetet, për gjithë prej të Ademi deri te pejgamberi, për gjithë
E kjo është veçuria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu subhanahu thotë wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas. Ta ne ju kemi bërë ummet mesatar, ummet drejt që ju të jeni dëshmitar, ose të musliman të jenë ummeti yt të jetë dëshmitar përmbi njerëzit wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Edhe të jetë pejgamberi i Allahut dëshmitar përmbi ju. Kjo dëshmi është dëshmi e madhe. Do thotë ku vjen pejgamberi sallallahu ku njerëzit e mohojnë se kanë pas pejgamber. Vjen pejgamberi i Allahut e vërteton dhe poshtë edhe ummeti i tij. Kjo është veçori e ummetit i tij. Pejgamberi sallallahu tha me një hadith që ditën e kiametit vjen një pejgamber i cili me veti ka vetëm se 2 persona, jo më tepër. Pejgamberi i Allahut i kanë besuar vetëm se 2 persona. Para mendoj me ardhmë një popull ku janë shembull me 10.000 njerëz i besojnë vetëm se 2. Kjo tregon vlerën atij pejgamberi i cili ka qëndruar ndavet. Që me pas vesh 2 ndjekës, nuk është e lehtë, është e rëndë. Do thotë që populli i tij e ka përgënjeshtruar, ka mohu. Vjen pejgamber tjetër i cili me vete i ka 3. Jo më tepër. E vjen ndonjëri më tepër ose më pak, edhe i thuhet atij pejgamberi, a ke përcjell ti mesazhin? Pejgamberi përgjigjet i thotë po, e kam përcjell mesazhin. Merret populli atij pejgamberi që ka qenë më herët. U thuhet atyre, a ka përcjell mesazhin ky pejgamber? Ata e mohojnë të një. E i thuhet pejgamberit, kush dëshmon për ty? Tha dëshmon Muhameti dhe ummeti i tij. Pastaj thirret ummeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe i thuhet ummetit, a ka qenë ky pejgamber mesin e tyre? Thonë po. E i thuhet atyre, ju prej ku e dini? E ata thonë se neve na ka lajmëruar Muhameti alayhis salam. Se para nesh ka pas pejgamber që e kanë përcjell mesazhin e Allahut te popujt e tyre dhe ne i besojmë atyre. E kjo është fjala e Allahut ku thotë wa kadhalika jannakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahidan. Ju kemi bërë popull drejt që ju do të jeni përmbi njerëzit me dëshmi, do të dëshmoni për ta dhe po ashtu e pastaj pejgamberi i Allahut do dëshmojë përmbi ju. Do thotë kjo dëshmi është dëshmi e veçantë ku shfaqet realisht pozita e pejgamberit se çfarë pozite ka. E katërta prej veçorive është se pejgamberi i jepet Maqamul Mahmud. Maqamul Mahmud e keni dëgjuar ndoshta shpesh. Si term Maqamul Mahmud është pozita e lavdruar. Është një pozitë që nuk e merr askush përveç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka është Maqamul Mahmud realisht? Maqamul Mahmud është një pozitë ku pejgamberi i jepet e drejta që të ndërmjetësojë. Ky ndërmjetësim njihet si ndërmjetësimi i madh. Askush nuk ka drejt për këtë ndërmjetësim. As Nuhi alayhis salam, as Isa alayhis salam, as Musa alayhis salam, as Ibrahimi alayhis salam, as një prej pejgamberëve të Allahut, as ulul azmi, as njëri prej tyre. Ai i cili e ka këtë drejt ekskluzive është veç pejgamberi i Allahut azza. Thotë unë jam për këtë. E kjo është Maqamul Mahmud. Kjo është pozita e lavdruar. Kjo pozitë kur vjen? Vjen atëherë kur njerëzit do të jenë në një gjendje shumë të rëndë, ku njerëzit do të jenë në hall të madh, disa do të djersiten deri te zogu i këmbës, disa deri te gjun, e disa deri në bel, e disa deri te fyti, e disa do mbulohen gjithë nga nxjersat e tyre, shkaku i diellit që do të jetë pak më pak se 1 kilometër ose pak më shumë se 1 kilometër mbi kokën e tyre. Në këtë gjendje, kur është e rëndë, njerëzit lipin hall, lipin qarë, çka më bë? Kërkojnë ndihmë prej Ademit, nuk ka. Ademi s'ka mundësi për me ndihmu. Kërkojnë ndihmë prej Nuhit, nuk ka mundësi. Kërkojnë ndihmë prej Ibrahimit, s'jep. Kërkojnë ndihmë prej Musës, secili arsjetol se ka bën ndonjë gjunja, edhe s'ka mundësi me shku te Allah me kërku kët. Derisa vinku vinte pejgamberi sallallahu. Edhe kur i thuhet pejgamberi sallallahu që ndërmjetësohet që Allah të filloje që të gjykojë njerëzit, të largohen prej asaj gjendje, para mendoje, me arë situata me një gjendje tillë. Ti me dosht, aman, edhe në xhenem me i veç mes më qëndru në atë gjendje, është shumë e rëndë. E shkojnë të pejgamberi thotë, unë jam për këtë. Do thotë, kjo është ajo pozitë që nuk jepet askujt përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi se ditën e kiametit njerëzit do ringjallën, unë edhe ummeti jemi ata në pozitën më të lartë. Dhe kështu Allah Azza wa Jall do të më vishe me rroba me pethka, me ngjyrë të gjelbërt, edhe pastaj mu më jepet leje. Për çka jepet leje pejgamberi? Li jepet leje pejgamberi që të flasë, që të lavdërojë Allahun Azza wa Jall. I fol disa fjalë që as vetë nuk e di. Thot më herët nuk i kam ditë, Allah Azza wa Jall e frymëzon me gjithë ato fjalë që t'ia thosë Allahu Azza wa Jall. Edhe atëherë tha pejgamberi s'unë do ta them atë që Allah Azza wa Jall dëshiron që ta them. Edhe kjo është Maqamu el Mahmud. Kjo është pozita e lartë.
e lavdruar. Njerëzit gjithë e lavdrojnë pejgamberin Allahut, shkaku i ndërmjetësimit të tij veç të largohen prej atij halli që gjenden në mesin të do jemi dhe ne mos harroni se ne nuk jemi të fol për një popull, për një umet i cili thjesht ka ekzistuar ose do ekzistojë e ne nuk kemi pjesë aty umeti jo. Edhe ne do të kemi pjesë këtu. Këtë mos harroni. Kur them ato vështirësi, edhe ne do i përjetojmë. E mos harroni se gjitha ato ne do të kemi pjesëmarrës. Andaj gjitha këto hadithe që kanë ardhur, nuk kanë ardhur për dikën tjetër, kanë ardhur për neve, për mua dhe për ty dhe për gjithë ata që janë gjallë e që kanë ndruar jetë dhe që do ndrohen më vonë edhe jetë. Pejgamberi sa më tha një hadith tjetër, tha dielli afrohet ditën e Kiametit deri në atë grad sa është afër sa njerëzve ushtohen gjershat e tyre derisa u vinë te mesi i veshjeve të tyre. Tha duke qenë ashtu, tha ata shkojnë te Ademi, pastaj shkojnë te Musai, pastaj vinë te Muhamedi ose edhe kërkojnë që ndërmjetësoj pejgamberi që Allahu ta fillojë gjykimin mes njerëzve, edhe kështu pejgamberi shkon edhe heci derisa e kap hallkën e derës së xhenetit të Allahut azza wa xal. E a ditë Allahu azza wa xal do të japë këtë pozitë të lavdruar por shak lavdrimit të njerëzve që e bojnë atij, shkaku i ndërmjetësimit që ndërmjetësonte pejgamberi e thot a ditë e lavdrojnë gjithë krijesat. Kjo është pejgamberi Mahmud. Kjo është pozita e pejgamberit që ne e ndjekim dhe padyshim që neve duhet me rabo kjo krenar. Ibn Taymija rahimullah thoshte që muslimanët janë unik, që nuk ka krijesë që ka pozitë më të lartë te Allahu azza wa xal se Muhamedi alayhis salam. Dhe nuk ka krijesë e Allahut azza wa xal që i afrohet atij asesi në aspektin e pozitës, dhe tha nuk ka ndërmjetësim më të madh se sa ndërmjetësimi që e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pesta prej veçorive është ruajtja e duas së pranuar për ditën e Kiametit, për ummetin e tij. Shikoni, çdo pejgamber ka pas nga një dua. Dua e cila ka qenë e garantuar, e pranuar. Çdo pejgamber i Allahut, çdo pejgamber e ka përshpeshtuar duan e tij. O ka bo do për popullin e tij, ose ka bo do kundër popullit të tij. Pejgamberi sa me ka rujt këtë dua. E ka rujt enkas për popullin ose për ummetin e tij për ditën e Kiametit. Pejgamberi sa më tha, çdo pejgamber e ka nga një luçë që i përgjigjet Allahu, çdo pejgamber është ngut edhe e ka përshpejtuar duan e tij. Kurse unë e kam rujt duan time për ditën e Kiametit, për ummetin e tij që ndërmjetësoj. Dhe tha pejgamberi secili prej ummetit tim do ta marrë këtë ndërmjetësim nëse ka ndruar jetë si musliman duke mos i përshkruar ortak Allahut azza wa xal. Imam Nevaviu thot, kjo tregon se çdo pejgamber ka pasur nga një përgjigje ose nga një luçje të pranuar. E a do thot kjo që luçjet e tjera si kanë pas pranuar? Jo. Thot te luçjet e tjera kanë shpresu. O ka mundësi mu pranu, o ka mundësi mos mu pranu. Ama një luçje e kanë pas të garantuar prej anës Allahut që kjo luçje është e pranuar. Gjithë i kanë shfrytzuar përveç pejgamberit Allahut. Mirë, ky njeri ka pas mundësi me rujt këtë luçje për vetë? Po. A ka pas mundësi me rujt për familjen e tij? Po. Ka pas mundësi me rujt për familjen e tij, po nuk e ka rujt. Nuk e ka rujt. Kjo tregon bujarinë e pejgamberit, mëshirën e tij që e ka pasur, do thot për këtë ummet, e në veçantë për gjunaqar. Sepse në pyetje është ndërmjetësimi. Normalisht ata që janë marrë me adhurim, punë i kanë më mirë ditën e Kiametit, krahas gjunaqarëve dhe mëkatarëve. E pejgamberi ka mund me rujt, po se ka rujt. Ka mund me rujt për familjen e tij, nuk e ka rujt. E ka rujt për ummetin e tij. Kjo e tregon dashurinë e madhe që e ka pas pejgamberi ose që e ka për ummetin e tij. E kjo luçje do aktivizohet kur ditën e Kiametit, kur ai do ndërmjetësohet për ummetin e tij. Që me qëllim që Allah t'i nxjerrë prej xhenemit ata që janë në xhenem edhe t'i fusë Allah azza wa xal xhenetin e tij. E gjashta, çdo pejgamber do të jetë nën flamurin e tij ditën e Kiametit. Ai është imami i tyre dhe khatibi i tyre. Pejgamberi e merr atë ditë flamurin e falënderimit. Një flamur që Allah azza wa xal i jep enkas atij. Çdo pejgamber tjetër është rreshtohet nën flamurin e tij. Ai është imami i tyre, udhëheqësi i tyre, dhe ai është khatibi i tyre. Pejgamberi tha: "Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wala fakhr." Unë jam zotëria e bijve të Ademit ditën e Kiametit dhe nuk mburrem ose nuk kam mburrje këtu. Wa bi yadi liwa al-hamdi wala fakhr. Edhe në dorën time unë e kam flamurën e falënderimit dhe për këtë nuk kam mburrje. Por shkak se kjo është dhunti, kjo nuk është që unë mburrem, por kjo është dhunti mirësi prej Allahut azza wa xal. Wa ma min nabiyyin yawma idhin Adam thaman siwahu
illa tahta liwaj. Nuk ka pejgamber ditë. Prej të Ademi deri te pejgamberi i fundit, vetëm se do të jetë nën flamurin tim. Kjo padyshim që është vlerë, edhe kjo tregon vlerën e pejgamberit realisht, që e ka në ahiret. Po ashtu pejgamberi sa më tha, idha kana yawmul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibuhum. Ta ditën e kiametit unë do të jem imami i pejgamberëve dhe khatibi i tyre, wa sahibu shafa'atihim, edhe ai i cili do të ndërmjetësoj, edhe tha pejgamberi ghaira fakhrin, pamurje. Kjo është ajo që e meriton, që Allah Zotëri ja jep atij shkaku i gjithë atyre vlerave që i ka pejgamberi. E shtata dhe e fundit, pejgamberi është pronari i bazentit, një bazent i madh, që njerëzit do të shkojnë edhe do të pinë ujë prej atij bazenti. A dita është ditë e ecjes, a dita është ditë e vështirë, ditë e rëndë, përndoj të dillin sa e ke larg me miliona kilometra, ke vështirësia, po, nëse veç pak rritet temperatura 40 gradë, ti s'mundesh me qëndru, po kur e ke dillin pak më tepër se 1 kilometër mbi kokët e tua, a di çfarë nxehtë është? A di çfarë ecje është? A di të pejgamberi nderohet, veçohet me një bazent. Edhe pse gjithë pejgamberët e kanë nga një bazent, po ky ka bazentin më të veçantë. Është një bazent ku është 4 qëshelesh, 4 kansh. Edhe gjerësia dhe gjatësia janë njëjtë. Por me mrri prej të një kënd deri te këndi tjetër duhet 1 muaj ecje. Sa duhet për 1 muaj, sa kilometra ec? Merë llogaritë, çfarë do thotë është i gjatë edhe i gjerë prej këndi deri në kënd. Uji i tij është më i bardhë se sa qumshti, shija e tij është më e ëmbël se sa mjalti, era e tij është më e mirë se sa mishku. Enat e tij janë si yjet në qiell, kurse burimi i tij është lumi Kevthar, prej xhenetit të Allahut Azza wa Jall. Që Allah Azza wa Jall ja jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush prej atij bazenti mo nuk ngjen ecje asnjëherë kur. Pejgamberi sa më tha që bazeni im është sa 1 muaj hecje. Pastaj tha pejgamberi sa këndet e tij janë të ngjashme. Gjitha këndet i ke njëjtë. Dhe poshtë tha uji i tij është më i bardhë se sa argjenti, me një transmetim tjetër, më i bardhë se sa qumshti. Era e tij është më e mirë se sa mishku, enat e tij janë si yjet në qiell, kush prej aty nuk ngjen më ecje kur asnjëherë. Me një ditë tjetër tha pejgamberi, bazeni im është më i gjerë se sa largësia mes Ejlës edhe Adnit. Ejla është një qytet Akabe në Jordan, kurse Adni është në Yemen, distancë e gjatë me 100 kilometra. Dhe tha pejgamberi, ngjyra e ujit është më e bardhë se sa bora, kurse është më i ëmbël se sa mjalti i përzier me qumsht. Dhe tha pejgamberi, enat e tij janë më shumë se sa numri i yjeve. Edhe tha unë a ditë i pengoj disa për njerëzve që të hynë, sikurse njeriu i cili i pengon devat që të shkojnë të pinë te vadja e tij. E i tha një Rasulullah, a na njeh te a ditë? Si na njeh? Ku e diti? Se ka me miliarda njerëz, ku e diti se ne jemi ummeti yt? Tha pejgamberi, po, ju njoh, për shkak se ju a ditë përshkruani me disa cilësi, me çfarë cilësi përshkruhet ummeti i tij? Përshkruan me gjurmët e abdesit aty. Balli i tyre dhe gjurmët e vendeve ku kanë marrë abdes dallohen edhe veçohen. Kështu i dallon pejgamberi sa. E kjo abdes që ne e marrim, mos kujto se është për kot. Ai pastrimi i cili ndodh 5 herë mas paku brenda ditës nuk është për kot. Do thotë këto gjurmë e abdesit tënd do të jetë dëshmi ditën e kiametit se ti je pjesëtar i ummetit pejgamberit sa. Edhe do shkosh, edhe do të pish prej atij bazenti me lejen e Allahut Azza wa Jall. Me një ditë tjetër tha pejgamberi sa kur e përshkoi bazentin, tha shihen në të ibrikët që janë prej ari dhe argjenti sa numri i yjeve në qiell. Me një ditë tjetër tha pejgamberi sa kur u pyet për pijen e tij, tha pija e tij ose ngjyra e tij është më e bardhë se sa qumshti, më i ëmbël se sa mjalti, edhe a ditë në të derdhen 2 gryka që është njëra prej ari, tjetra prej argjenti. Edhe tha pejgamberi do thotë 2 grykat janë të zgjeruara prej xhenetit të Allahut, do thotë janë prej xhenetit të Allahut, derdhen do 2 gryka të zgjatura prej xhenetit. Edhe me këtë përfundon me këtë hadith pejgamberi kur e përshkoi tha çdo pejgamber e ka nga një bazent. Edhe secili krenohet me bazentin e tij, secili mburret. Mirë, po bazeni im është bazeni do thotë më i madh, për shkak se ata që pinë janë më shumë. E kjo është mburrje reale. Ata secili dëshiron që të burret me bazentin e tij. Mirë, po realisht cili është më i fortë, cili është më i fuqishëm, është ai i cili ka më shumë që shkojnë që pinë.
E tha pejgamberi, unë shpresoj që do të qenë ai i cili më shumë do të vinë njerëz edhe do pinë. Edhe siç e dini është një hadith tjetër ku tregon edhe për disa njerëz se hadithe u thuat që të largohen. E i thuan sohkan, i thotë largoni, e pejgamberi çuditet. I thonë, thot pse? I tregohet atij se këta pas teje kanë shpik, kanë bërë gjëra të cilat ti nuk e ke bë. Prandaj ata nuk do pinë prej atij pasenti. Elus Allahun azza wa jall, që Allah azza wa jall mos na bëj prej tyre. Dhe elus Allahun azza wa jall që të na mundsojë që të pinë prej këtij pasenti dhe elus Allahun që të na mundsojë që të shohim gjithë ato dhe të jemi në mesin atyre që i fitojnë mirësitë edhe rahmetin e Allahut azza wa jall. Elus Allahun që pejgamberi Allahu azza wa jall të ndërmësojë për ne, ose të jemi prej atyre të cilët hyjnë në xhenetin e Allahut edhe pa ndërmjetësim, edhe pa ndëshkim, po hyjnë do thot me njëherë me rahmetin e Allahut azza wa jall, si me veprat e tona ne nuk kemi mundësi as të afrohemi as erës e mos lasim për hyrjen në xhenetin e Allahut. Elus Allahun që të na bën prej tyre dhe elus Allahun që të na mëshiron nga gjunat e na pastron dhe elus Allahun që çdo muslimane të gjatë të vdekur Allah të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.